Ndihmësi i politikës së jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, tha të premten se Moska ende nuk ka pasur mundësinë të shqyrtojë propozimet e rishikuara të Shteteve të Bashkuara, të cilat u përpunuan pas bisedimeve më të fundit të mesapalëve. Ai paralajmëroi se disa nga pikat e këtij dokumenti mund të mos jenë të pranueshme për Rusinë, edhe pse nuk ka një vlerësim zyrtar deri më tani. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi të mërkurën se Kievi ka rënë dakord mbi pikat kryesore të një plani të rindërtimit pas të luftës gjatë takimeve me Jared Kushner, të ndërin e presidentit amerikan Donald Trump dhe zyrtarët e tjerë të lartë amerikan. Sipas Zelenskit, Ukraina dhe SBA-ja po punojnë ngushtësisht për përgatitjen e një dokumenti ekonomik që do të shërbejë si bazë për ndërtimin e vendit, duke përfshirë investime në sektore strategjike si metalet e rralla dhe energjia. Shtetet e Bashkuara propozojnë gjithashtu krijimin e një fondi investimi për të mbështetur ndërtimin ekonomik të Ukrainës, ndërkohë që Moska ka shfaqur shqetësime lidhur me tërheqjen e investimeve të huaja, sidomos ato që lidhen me metale të rralla dhe energji ruse, të cilat janë pjesë e planit të SBA-s. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se nuk ka keq kuptime të mbetura me Washingtonin për Ukrainën, por theksoi se çdo marrëveshje paqe duhet të përfshijë garanci kolektive sigurie për të gjitha palët e përfshira për të siguruar një stabilitet afatgjatë. Zyrtarët evropianë dhe Ukrainas pritet të angazhohen në një sesion të veçantë të diskutimeve gjatë fundjavës, ndërsa Kremlini do të presë rezultatet për të vendosur qëndrimin e vet final.